3. Feja islame. Që është feja islame? Islami është emri i fesë së vërtet. Islam do me thënë dorëzimi apo bindja vullnetare karshi Allahut xheleshenuhu në mendimet, ndjenjat dhe veprimet tona. Islam është feja të cilën Allahu i Madhërisëm e shpalli nëpërmjet pejgamberit të fundit, Muhamedit alayhis salam, për tërë njerëzimin deri në ditën e fundit. Islami na mëson se ekziston një Zot i vetëm, i cili krijon çdo gjë, mban në jetë çdo gjë dhe shkatërron çdo gjë në kohën e caktuar. Islami na mëson se ekziston bota materiale dhe shpirtërore, kurse besimtari musliman duhet të kujdeset për të dyja botët. Gjithashtu, pas kësaj bote, pas vdekjes, ekziston bota e përhershme, ahireti dhe dita e gjykimit, kur njeriu do të jap llogari për veprat e punuara në botën kalimtare. Islami është sistem i të vërtetave të dhëna në Kur'an, në shpalljen e fundit. Dispozitat e tij nuk paraqesin pengesë për përparimin material dhe lumturinë e njerëzisë, por vlen për të gjitha hapësirat, kohët dhe rrethanat. Islami na mëson se dashuria e muslimanit duhet të jetë në emër të Allahut, por edhe urrejtja duhet të jetë në emër të Allahut, e jo për interesa të ngushta individuale, grupore apo racore. Islami urdhëron çdo gjë të dobishme e të mirë dhe ndalon çdo gjë të keqe e të dëmshme. Kush janë muslimanët? Muslimanë janë individët të cilët kanë pranuar mësimet e fesë islame në jetë si bindje dhe si udhëzim. Ato mund të manifestohen sidomos në besimin dhe bindjen islame se ka një Zot të vetëm dhe në të vërtetat themelore të fesë, imani, që mësohen nga shkenca e akaidit. Zbatimin e përpikt dhe të sinqertë të detyrave islame si shahadeti, namazi, agjërimi, zekati dhe haxhi islami, dhe detyrimet e tjera që mësohen nga shkenca e fikhut. Mirësjelljen shembullore të njerëzve në marrëdhënie të ndërsjellë mes tyre, ihsani, që mësohen nga shkenca e ahlakut, etikës. Ata që përvetsojnë të vërtetat dhe dispozitat islame quhen musliman, meshkuj apo femra. Për katësinë e tyre islame, muslimanët e dëshmojnë me dëshminë e tyre për Allahun. Këtë dëshmi duhet ta themi edhe në gjuhën arabe. Eshhedu an la ilaha illa Allah, wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Në përkthim shahadeti ka këtë kuptim: unë besoj me zemër dhe me gjuhë e deklaroj se nuk ka Zot tjetër pos Allahut dhe se Muhamedi është rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Ky detyrim fetar i dëshmisë ndaj Allahut xheleshenuhu në popullin ton njihet me emrin kelime-i shahadet, ose shkurt shahadet. Çdo musliman këtë maksim e thot shumë herë gjatë ditës, në raste të ndryshme gëzimi apo hidhërimi, bollëku apo skamjeje. Për këtë shprehje duhet të mendojmë shpesh që besimi ynë të jetë rezultati bindjes e angazhimit, e jo rezultati i imitimit dhe modës së kohës. Ç'është Kur'ani? Kur'ani është fjalë e Zotit, i shpallur Muhamedit alayhis salam. Në të Allahu i Madhërisëm ka shpallur fenë islame. Muhamedi alayhis salam, krahas marrjes së shpalljes, kishte për detyrim edhe ta shpjegonte atë ndër njerëz dhe ta zbatonte në praktik. Kur'ani na mësoi si të besojmë drejt, çfarë obligimesh kemi si musliman dhe si duhet të sillemi në përgjithësi në raste dhe çaste të ndryshme. Kur'ani, krahas pikpamjes besimore, përmban edhe rregulla të mirësjelljes, norma juridike dhe shoqërore, udhëzime dhe nxitje për mësime shkencore e të tjera. Në të ka mësime edhe nga historia, pedagogjia, sociologjia, astronomia, arkeologjia, mjekësia, biologjia, fizika e shkenca të tjera. Islami është fe e paqes dhe mëshirës. Islami është fe e mëshirës, paqes dhe begatisë, që gjithnjë thërret për mirëkuptim dhe harmoni, ndalon dhunën dhe kërkon dijen.
Allahu në Kur'an thot: Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju dëbuan prej shtëpive tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësi. Islami lejon vetëm luftën vetëmbrojtëse, për mbrojtjen e fesë dhe të atdheut, por nuk lejon dhunën ndaj civilëve, nuk lejon dëmtimin e të mbjellave, pyjeve dhe kafshëve. Veprimet të dhunshme të muslimanëve nuk janë të pranueshme dhe gjykohen sipas fesë islame. Lufta është mjeti i fundit për ta mbrojtur vetveten, që u nënshtrohet shumë kufizimeve nga Kur'ani dhe tradita e pejgamberit alayhis salam. Ç'është Qabeja? Qabeja është vend adhurimi, faltoria më e lashtë në tokë, të cilën e ndërtuan Ibrahimi alayhis salam dhe Ismaili alayhis salam, sipas urdhrit të Zotit, afërsisht para 4000 vitesh. Mendohet se Qabeja është ndërtuar pikërisht në vendin ku dikur Ademi alayhis salam kishte ndërtuar një faltore. Allahu e ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam që ta ftojë të gjithë njerëzimin për ta vizituar këtë faltore. Muhamedi alayhis salam, i urdhëruar nga Kur'ani, i dha kuptimin e plot këtij objekti madhështor. Edhe tani Qabeja është faltoria më e njohur në botë. Ato e vizitojnë miliona njerëz gjatë një viti. E vërteta. Një ditë nëna e përgatiti djaloshin Abdul Kadir Geilaniun për të vizituar hoxhën në Bagdad. Pasi i përgatiti harxhin për rrugë, veçmas në njërin cep të rrobave të tij i qepi 20 flori. Me të nisur i tha të birit: "Hajde, bir, u dha e mbarë të qoftë. Këta florin që të i qepa, jepja hoxhës së Bagdadit." Fëmia u nis kësaj rruge të gjatë me një karvan tregtarësh. Udhëtimi zgjati shumë. Një ditë, teksa kalonin në përpyll, para tyre dolën pleçkitësit. E ndaluan karvanin dhe i pleçkitën udhëtarët. Edhe Abdul Kadrit ja vodhën të gjitha paratë që i kishte dhënë ëma si shpenzime për rrugë. Abdul Kadri, para se të përgjigjej, u kujtua se si ëma i kishte këshilluar të ishte i vyer, i dëgjueshëm dhe gjithmonë të thoshte vetëm të vërtetën. Tani i duhej që për herë të parë ta fshihte të vërtetën. Por nuk e bëri këtë. Ai u përgjigj se kishte edhe para të tjera, por që nuk ishin të tijat. E kur pleçkitësi e pyeti se të kujt janë, ai tha se ato para ëma ja kishte dërguar si dhuratë hoxhës së Bagdadit. Udhëheci i pleçkitësve e pyeti i çuditur: "Përse më tregove për ato para kur mund të i fshihje?" "Unë nuk mundem ndryshe. Nëna më ka mësuar që të them vetëm të vërtetën." Këto fjalë të djaloshit i çuditën dhe i turpëruan pleçkitësit. U penduan që pleçkitnin popullin dhe kështu u akthyen paratë udhëtarëve dhe bashkë me ta u nisën për Bagdad, për të kërkuar punë, nga e cila do të fitonin para për të jetuar me nder.